Qoftë të lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju përshëndesi me paqen dhe bekimin e Zotit në emisionin ton kushtuar litanive të Zojës së bekuar. Sot do të ndalemi te një nga thirrjet më të bukura që kisha i drejton Virgjes Mari, Selia e Dijes. Me këtë titull, ne nderoj Marin si nënën që mbajti në prehrin e saj vetë urtinë e amshuar, Jezu Krishtin, birin e hyjit. Në një botë ku shpesh ngatërohen dituria me urtinë dhe njohuria me të vërtetën, Maria na mëson se urtia e vërtetë është njohja e hyjit dhe dashuria ndaj tij mbi gjithçka tjetër. Duke ju afruar selisë së dijes, ne kërkojmë dritë për mendjen tonë, drejtim për jetën tonë dhe forcë për të ecur në rrugën e së vërtetës. Ju ftojmë të na shoqëroni në këtë reflektim shpirtëror, duke ju lutur Zojës së bekuar që të na ndihmojë të bëhemi nxënës të urtisë hyjnore dhe dëgjues besnik të fjalës së Zotit. Të gjithë bijtë e tu do të mësohen nga Zoti dhe e madhe do t'jetë paqja e bijve të tu, lexojmë tek libri Isaias profet. Ajo është që mëson njohjen e hyjit, lexojmë tek libri urtisë. Dhe të pamendeve u tha, ejani, lexojmë tek libri fjalëve të urta. Tani pra o bij më dëgjoni, të lumët janë ata që i ruajnë udhët e mia, dëgjoni mësimin dhe bëhuni të urtë, dhe mos e refuzoni. Lumaj njeri që më dëgjon, që rizgjuar çdo ditë te portat e mia dhe pret te pragjet e dyerve të mia. Lexojmë tek libri fjalëve të urta. Dhe nëse një njeri dëshiron shumë njohuri, ajo i njeh gjërat e kaluara dhe gjykon për ato që do të vinë. Ajo njeh hollësitë e fjalimeve dhe zgjidhjen e argumenteve. Lexojmë tek libri i urtisë. Ai që dëgjon atë do të gjykoj kombe. Lexojmë tek libri i Siracidit. Me bukën e jetës dhe të kuptimit ajo do ta ushqejë atë dhe do t'i jap të pi ujin e urtisë së shëndosh. Ajo do të bëhet e fortë në të dhe ai nuk do të lëkundet. Ajo do ta mbajë fort dhe ai nuk do të turprohet. Ajo do ta lartësojë ndërfëqinjt e tij. Dhe në mes të kishës, ajo do t'ja hap gojen dhe do ta mbush me shpirtin e urtisë dhe të kuptimit, dhe do ta vesh me petkun e lavdisë. Lexojmë tek libri i Siracidit. Të falemi fron i Salomonit. Kështu e përshëndesim zonjën ton në oficin e vogël të Zojës së papërlyer. Por sa shpesh i drejtohemi kësaj selie të dijes? Kur jemi në dyshim apo në hutim, ose ndjejmë se kemi vepruar pa urti dhe kemi nevojë për dritë, a i drejtojmë natyrshëm hapa tanë ka ajo? Froni Salomonit, ati mbreti më të urtë, ishte gjithmonë i rrethuar nga nënshtetasit e tij të përullur, të cilët vraponin tek ai për zgjidhjen e vështirësive dhe problemeve të tyre. Por nëse ne i drejtohemi këtij froni, do të gjejmë këtu një më të urtë dhe më të madh se Salomoni, siç na thot ai vet urtia e mishruar, hyi i gjithdijshëm, i ulur në prehërin e nënës së tij. O bijtë e njerëzve, deri kur do të jeni zemër ngurtë? Lexojmë tek Psalmi 4. Mësoni ku është urtia, ku është kuptimi, ku është forca. Lexojmë tek libri i Barukut. Me të drejtë Maria krahasohet me fronin e Salomonit, i cili ishte bërë prej fildishi më të bardhë, shenjë pastërtisë së shpirtit të saj dhe i mbuluar me ar, simbol i dashurisë së zjarrt që mbushte zemrën e saj. Froni i tij është flakë zjarri. Lexojmë tek libri i Danielit. Dhe çfarë do të mësojmë nëse i afrohemi kësaj selie të dijes? Ne di mirë se në të është shpirti i kuptimit. Lexojmë tek libri i urtisë dhe ajo e ka hapur gojen e saj në urti. Ne dim se çfarë bën për ne shoqërimi i vazhdueshëm me njerëz të ditur. Ai është një edukim në vetvete dhe në bashkimin e saj të përditshëm me birin e saj hyjnor.
Çfarë thesare njohurie mbi natyrore duhet të ketë mbledhur Maria? Nëse një njeri dëshiron shumë njohuri, ajo I njeh gjërat e kaluara dhe gjykon për ato që do të vinë. Ajo njeh hollësitë e fjalimeve dhe zgjedhjet e argumenteve. Ajo njeh shenjat dhe mrekullitë para se të ndodhin dhe rrjedhën e kohëve dhe të epokave. Ajo e madhëron fisnikrinë e saj duke qenë në bashkësi me hyin. Po, dhe Zoti I gjithçkaje e ka dashur atë, sepse është ajo që mëson njohjen e hyjit. Lexojmë tek libri I Urtisë, kapitulli 7. Po, gjithçka përmblidhet në këtë fjali të fundit. Të njohësh hyjin dhe ta parapëlqesh atë mbi krijesat e tij. Kjo është urtia e vërtetë. Për këtë jemi krijuar. Nuk ka marrësi më të madhe se sa të jetosh për një qëllim tjetër, përveç atij për të cilin jemi krijuar. Është urtia e vërtetë të heqësh dorë nga gjithçka, që të fitosh një zotërim më të plotë të tij. Të lumtur jemi ne nëse mund të thyrasim me Shën Franceskun e Asisit. Krijesat për mua s'kan vlerë, shpirti im për krijuesin digjet. Qielli e toka s'më japin hare. Për dashurinë e Krishtit, gjithçka tjetër shuhet. Para shkëlqimit të asaj drite, vetë dielli bëhet errësirë. Ç'është thesari kerubinëve I urtisë së lartësisë? Ç'është dashuria e serafinëve për atë që sheh Zotin? O nëna ime, bëj që unë gjithmonë të jemi vëmendshëm ndaj ftesës sate drejtuar të pamendve, të cilëve u thua, ejani. Tani pra o bi më dëgjoni. Të lumt janë ata që I ruajnë udhët e mia. Dëgjoni mësimin dhe bëhuni të urtë dhe mos e refuzoni. Ai që më gjen mua, gjen jetën dhe merr shpëtimin nga Zoti. Lexojmë tek libri Fjalëve të Urta. Po, nën shumë e ëmbël, ne e dim se me ty gjithmonë do ta gjejmë Jezusin, udhën të vërtetën dhe jetën. E dim gjithashtu se të gjithë bijtë tu do të mësohen nga Zoti, dhe e madhe do të jetë paqja e bijve të tu. Lexojmë tek libri Isaias profet. Na numëro pra ndër ta, na lejo të zëm vendin ton ndër ata bij të shquar të tu, Shën Gjonin Ungjilltar, Shën Luka, Shën Bernardi, Shën Anselmi, Shën Toma Akuini, Shën Alberti i Madh dhe shumë të tjerë, të cilët pinë thellë nga burimi I dijes sate dhe gjithmonë gjendeshin të mbledhur rreth teje. Selia e dijes, duke na kujtuar luanët që Salomoni vendosi në secilën shkallë të fronit të tij, me të cilin ti e krahasuar. Ti e lastari Isais dhe mbi lulën që doli prej asaj rënje, sythi I Zotit, lulja e fushës. Jezusi pushoi shpirtin e Zotit, shpirti I urtisë, I kuptimit dhe I këshillës. Prandaj, ku mund të drejtohemi më mirë se tek ti, kur ndjejmë padijen tonë dhe mungesën e njohurisë, të sigurt se me ty do të gjejmë jetën dhe shpëtimin nga Zoti, si edhe atë dashuri për të që na bën gjithmonë vërtet të urtë. O Zot ki mëshirë, O Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, O Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, O Zot ki mëshirë, o Krisht ndjena ne, O Krisht ndjena ne, o Krisht dëgjona ne, O Krisht dëgjona ne, Ati prej qiellit hy, ki mëshirë për ne, Biri shëlbues I botës hy, ki mëshirë për ne, Shpirti shenjt hy,
Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë njëi vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja Nënë e Hyjit. Loto për ne. Shenjtja Virgjëra e Virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e Kishës. Loto për ne. Nëna e Hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildesht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera i qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja Nënë e Hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përmëndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues, ndërsa përfundojmë reflektimin ton mbi Marinë Selin e Dijes, le të kujtojmë se urtia më e madhe nuk është të njohësh shumë gjëra, por të njohësh hyjin dhe ta duash atë me gjithë zemër. Maria na drejton gjithmonë te Jezusi, udha e vërteta dhe jeta. Pranë saj mësojmë të dallojmë atë që ka vlerë të amshuar nga ajo që kalon, të zgjedhim vullnetin e hyjit dhe të ecim në rrugën e shpëtimit. Ajo vazhdon të na ftojë edhe sot me të njëjtat fjalë të urtisë. Ejani dhe të na udhëheq drejt burimit të çdo të vërtete. Le t'i kërkojmë Zojës së bekuar që të na mësoj të dëgjojmë Zotin, të kërkojmë urtinë e Tij në çdo vendim dhe të jetojmë sipas së vërtetës së Ungjillit, që jeta jonë të mbushet me paqen që vjen prej Tij. Faleminderit që ishit me ne.
Zoti ju bekoft dhe Virgjëra Mari ju shoqëroft gjithmonë me ndërmjetësimin dhe mbrojtjen e saj amnore. Selia e dijes, lutu për ne.